të shpus një fjalë të Imam Gazaliut, i cili thotë çdo rrugë e cila nuk çon te Zoti të lodh. I kemi fjalën për filozofin Filozofin e shuar, i cili ka ndruar 505 hijri. Thotë çdo rrugë e cila nuk çon te Zoti të lodh. Do thotë situata e njerëzve sot pse është e tillë që i kanë të gjitha, ndoshta kanë shumë mundësi, po prap ato kanë një lloj simptome që Imam Gazaliu e quan monotonia e shpirtit. Dhe ne jemi të dërgjeshëm që kjo është dhe evidente në snë. Shfaq shpirtin të lodh, ashtu është. Monotonia e shpirtit, i cili i ka të gjitha mundësitë. Por këto mundësi nuk i japin atij atë përmbushje shpirtërore. Sepse nëse do ta jap në shembull konkret, shpirti së bashku me zemrën, si puna llambës, si ka një fitil. Ai fitil do të qëndrojë ndezur. Dhe Zoti në Kur'an visi sura Nur një shembull të parafort ka treguar. Ky fitil do të qëndrojë ndezur. Dhe ky është ata ndez besimi në Zot. Nëse ai fiket, murat e brendshme të llambës nxjihen. Dhe sado që të dëshirosh ta lustrosh nga jashtë për të hequr blozën dhe atë tymin i cili ka nxjerr pjesën e brendshme, nuk ka të përdorur. Pjesa e jashtme është veç ajo, është luksi, që ne paraqitem para njerëzve, është paraja. Jo është të gjitha mundësitë që ne kemi për të bërë jetë shumë të mirë në sytë e njerëzve, por pjesa e brendshme është ajo e cila nuk korrigjohet dhe nuk fshihet dot ai tymi i zi. Është shërmë Katrani i zi nuk pastrohet dot nëse ne nuk pastrojmë zemrën, pra nuk ndjekim atë rrugë që na shpihet tek Zoti, e cila të përmbush. Te për te kanë nevojë njerëzit sot.